Në prag të festës së Pashkës, përpara katedrales ortodokse në Korçë është çelur edicioni i radhës i panairit të Poçarisë, një traditë tashmë e konsoliduar që mbledh artizan, qytetar dhe vizitor të shumt. Me 10 stenda janë ngritur përpara sheshit të katedrales ku janë ekspozuar punime të ndryshme poçarie dhe jo vetëm. Ky panair sjell në vëmendje mjeshtërinë e poçarëve korçar dhe frymën festive që shoqëron këtë periudhë të shenjtë për besimtarët ortodoks. Vizitorët ndalen për të parë, por edhe për të blerë një enë prej balte si simbol mbarësie. Kjo është tradita në Korçë që festohet shumë bukur. Pashka, sot kemi dalë vetëm për të parë, nesër mbase do blemë diçka që është mirë për Pashkë, në një baltë, në një diçka që na nevojitet. Kam erdhur të shikoj panairin këtu në Korçë, më pëlqevi shumë. Blem ca gjëra të bukura prej balte, do bëjmë vezët e kuqe, blem bojë, blem tëra gjëra që na duhen për Pashkë. Tashi do blejmë nga një gjë pe balte, ta vëmë në shtëpi, është mbarësi, mirësi, gjitha gjërat. Keni vendosur të festoni Pashkët në Korçë? Po, patjetër në Korçë. Po, me origjinë jam nga Korça, nga Voskopoja, po rrim në Tiranë. Vini shpesh për Pashkë në Korçë? Për Pashkë, neve vim çdo javë. Korçën e kemi këtu në shpirt. Kjo traditë e hershme në qytetin e Korçës nxjerr në pa punën dhe seriozitetin e artizanëve korçar, të cilët ekspozojnë prej vitesh produktet e tyre, duke tërhequr interesin e qytetarëve, por edhe të turistëve, të cilët e vizitojnë Korçën në këto ditë festive.